Dhe do të vazhdojmë inshallah të flasim për temën se a kena dëshirë apo dojmë me kanë me pejgamberin alayhis salam në ditën e gjykimit bashkë me të afër tina edhe në xhenet me të. Një prej veprave e cila na bashkon me pejgamberin alayhis salam në ditën e gjykimit edhe në xhenetin e Allahut azza wa jall është hadithi ku thot pejgamberi alayhis salam: me të vërtet njeri më i dashur tek unë ditën e gjykimit, edhe mas afërmi meje në ditën e gjykimit, është ai i cili ka sjellje të mirë. Sjellja e mirë vëllezër që ka shpesh herë na shkalojmë apo e nënvlerësojmë. E pejgamberi sallam i ka dhënë përparësi, i ka dhënë prioritet aq të madh, saqë ka thonë njeri më i dashur tek unë ditën e gjykimit është ai i cili ka sjellje të mirë, edhe mas afërmi meje në ditën e gjykimit është ai i cili ka sjellje të mirë. Por ata Allahu azza wa jall ka thonë për pejgamberin alayhis salam: "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Me të vërtetë o ti pejgamber, jeme një moral, jeme një sjellje shumë të lartë. E për ata Allahu subhanahu wa taala na ka porosit neve që këtë sjellje me marr na mësim të pejgamberit alayhis salam. Se qysh u sjell pejgamberi alayhis salam? Mas pari me familjen e vet. E pastaj qysh u sjell pejgamberi alayhis salam me shokët e vet. E qysh u sjell pejgamberi alayhis salam edhe me jo musliman. Këtë këtë na mëson pejgamberi alayhis salam. Na mësojnë sahabët se qysh u sjell pejgamberi alayhis salam. Për ata pejgamberi alayhis salam thot: nuk ka sen që peshon ma shumë në peshorën e Allahut azza wa jall në ditën e gjykimit se sa sjellja e mirë. Edhe nuk ka sen që e urren mas shumë te Allahu azza wa jall se sa një njeri i cili nuk sillet mirë me njerëz. Se sa njeri i cili është i vrasht me njerëz. Allahu azza wa jall thot për pejgamberin alayhis salam: "Law kunta faddan ghalidh al-qalbi lanfaddu min hawlik." Sikur ti o Muhammed ti ishe i vrasht ndaj njerëzve, kishin mu largu prej teje. Sikur ti ishe ti i vrasht ndaj njerëzve, mend i madh ndaj njerëzve, kishin mu largu prej teje. Për ata shpeshherë e shohim një njeri i cili ka arrit në këtë dynjë, ka arrit me pasoni, a me karrierë, a me pozitë, është se është i vrasht, dy llafe s'ti bën. Për ata pejgamberi sallam na mëson që me koni but njeri, me koni sjellshëm njeri. Edhe nëse një njeri të vjen edhe se kupton, ty të shkon nerva. Qysh bespeden që ta, edhe të shkon nerva mu mirë me ta. Ka orë një arabi, një fshatar të pejgamberit sallam, edhe nuk i ka thonë, s'ka ditë mu sjell mirë. Nuk ka ditë me thonë i dërgumi Allahut. Po i ka thonë o Muhammed, ko marrë me të vetë diçka. Në gritë o meri dhe ka thonë, ej, qysh pithua Muhammed? Ka thonë, leja me. Hajde, thët. Hajde ka të tregaj. Pejgamberi sallam kështu të sjell. Ka nejtë në kamë dhe e ka sqaru. Edhe pse ka qenë i dërgumi Allahut, edhe pse ka pas punë shumë më të mëdha. Mirë po e ka ditë se sjellja e mirë peshon tek Allahu azza wa jall më shumë se sa shumë vepra tjera. Kur pejgamberi sallam thot, njeri në ditën e gjykimit mundet me arrit me sjellje të mirë më shumë se sa që mundet me arrit me namaz apo me agjerim e me vepra tjera. Këtë këshillja ka dhënë pejgamberi sallam Abu Dharrit. Edhe Abu Dharr me tregu për një sen që është shumë i lehtë, po ki shumë shpërblem në ditën e gjykimit. Ka thonë, cila është ajo i dërgumi Allahut? Ka thonë, alejke bi husnil khuluq, wa tuli samt. Kitë me pas sjellje të mirë edhe hesht shumë, mos fal shumë. Pi sjelljes mirë, pi moralit mirë është, mos e fol njeri shumë. A kini në herë në ikon që e ka kesh dhe ikoni s'po fol ke hiç. Rondo. Po fol ke shumë shpesh një, ku sunal ke a, vesh një ka qi. I sjelljes mirë është me fol so duhet me fol, edhe me hesht ma shumë so që duhet me hesht. Edhe me lona tjetër në apsirë më me fol, Allah, jo vesh ti me ditë, se nuk është që vesh ti din.
E pejgamberi sa na mëson neve që me pas sjellje të mirë mas pari njeri me familjen e vet. Ka thënë pejgamberi sallam, njeri më i mirë prej jush është ai i cili sillet mirë me familjen e vet. Khairukum li ahlihi. Më i miri për juve është ai i cili sillet mirë me familjen e vet. E shembulli më të mirë thot pejgamberi sallam, mundi me marrë tek unë se unë sjell më mas mirë ti për krejt njerëzve me familjen tënde. I nin shpesh thot edhe gratë, edhe fëmia, po inshallah ku çtash ka marr baba pi punës, durohet kjo. Se si të vjen, se keni bëu këtë, se keni bëu ato, çire kjo këtu. Ja han kryt familjes. Te lashet e mëdha që ai ka gruaja me punu për sabahit, e dejnë akşam, edhe ky kur vjen masaj lyp time në vë, edhe normal që familja masani mendi sfat që ky me dal për shtëpis. Ta, thotë Aisha radhiyallahu anha, pejgamberi sallam ka qenë në shërbimin e familjes vet. Shpesh herë ka shku pejgamberi sallam vetë i ka lë teshat e veta. E shpesh herë e ka përgatitur edhe bukën vet. E ka thonë një prej gave pejgamberi sallam asnjëherë nuk ka gjetë behane në ushqim. Asnjëherë. Nëse ja ka kujt ushimin e ka hongër. Që s'ja ka kujt është largu edhe u bë kishte stomorët në hongër më. Kur s'ka thonë, ja vallai pas ka fshit dora, kur s'm piaçellon soi supës. Gjithë japi çet kryp shumë, japi çet pak, ja kështot, ja ashtot. Munot familja me të respektuar, me nderu, edhe lyp edhe gjon behone. Apo tek fëmia. Apo te antar tjerë familjes. Për ata vllazni, sjellja e mirë ja nis prej familjes. E pastaj del edhe në kojshëllok. Tek fëqijtë e tu, për cilën Ebu Hurajra radhiyallahu anhu thot, ka një ditë një person te pejgamberi sallam, edhe ka përmend një grup e cila ka fal namaz shumë, e ka agjëru shumë, mirë po guhën e ka pas të keq. I ka ofendu, i ka nënçmu, i ka përbuz, ka fol fjalë të këqija, edhe i ka bu keq kojshive të vet. Ka thonë pejgamberi sallam, ti e finnar, aje është në xhehenem. Ko më denu për çat vepër në xhehenem. Edhe pse fal namaz shumë, edhe pse agjeron shumë. Momenti kur sillesh keq me fëmijët e tu, pse me fëmijët e tu? Pse s'ka thonë me dikon tjetër kur sillesh keq? Për shkak se dertin më të madhin çka e shohin është fëmijët. Kur ti vazhdimisht i bën keq. Kur ti vazhdimisht e ki katën e 6 priton për llogën me gjujt, ai t'ja që ti na kojshisit ose ty bën e mort vesh, kjo është i veti, është i jam. E kalon ai një kjesë ja çet edhe te njëra te gjun kë. Apo gjithë kjerën ja lën për para rrugës tina, për nëse mujt ai me kalu. Hajza s'ka lidhe Allah, hajza s'guxon ky me fol. Por çka kena luftuna. Ata pejgamberi sallam atë shumë ka porosit thënë sahab për mos sjell mirë me kojshi, so që ka thonë kena dyshu mos pejgamberi sallam po na obligon momenti kur vdes njëri një hise trashëgimis me pas hise edhe kojshie. Që shumë që na ka porosit mos sjell mirë me kojshi. Me pas sjellje të mirë Allah. Shpeshherë është detyru njëri me shit shpinën e vet për çka? Për shkak kojshisë vet. Për shkak se kojshi nuk e ka pas mirë. Por ata i kinani shpesh flesh duke thonë njëri e blen kojshin e nuk e blen trullin. Para se me ble trullin, do të me ble kojshin. Do të me këshyr kojshin çfarë e ki. Pse se telash e bosh. Telash e bosh me kojshillok nëse kojshin se kitë mirë. Edhe pejgamberi më ka mësu neve me kon të sjellshëm me kojshi, në këtë hadith pejgamberi sallam ka thonë se ajo femën ka hinë në xhehenem për shkak se nuk u sjell nuk e mirë me kojshin e vet. Pastaj pejgamberi sallam për vlerën e sjelljes mirë ka thonë mas shumti pe veprat çka e shtin njërin në xhenet është sjellja e mirë. Mas shumti besimtar që kanë me hinë në xhenet është me sjellje të mirë. E transmetimi tjetër te Abu Davudit, këto transmetime janë sakta. Thot pejgamberi sallam,
ana za'imun bi bayti fi rabwati al-janna liman taraka al-mara'ah wa in kana muhiqqan lah. Unë i premtoj një shtëpi në fillim të xhenetit për atë i cili largohet diskutime, polemika edhe nëse e ka me drejt. Fillon me diskutu me dikon për një çështje, e sheh që spjarok s'po merr vesh, e ka ngri kyt veç, ai çu thot. Nëse ti e lën këtë diskutimin, polemikën për hir të Allahut, e ki të garantuar një shtëpi në xhenet. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe unë i garantoj një shtëpi në mes të xhenetit për atë i cili largohet pi gënjeshtrave edhe nëse hajgare. Edhe nëse e ka për hajgare. Nëse rëm për një me, ka dënim. Po nëse rëm për hajgare, për mishti njerëz me kjesha diçka, nëse largohet prej gënjeshtrave, edhe nëse e ka për hajgare, e ka të garantuar me një shtëpi në mes xhenetit. E thot pejgamberi sallallahu pastaj, edhe unë i garantoj një shtëpi më të lartë në xhenet. Një shtëpi në xhenetin më të lartë për atë i cili ka sjellje të mirë. Për atë i cili ka sjellje të mirë, për atë vllaznik. Me fitu një shtëpi në xhenet, e me kon afër pejgamberit sallallahu në xhenet, edhe në ditën e gjykimit, do të më përmirësoj sjelljen. Nëse përse pejgamberi sallallahu na ka mësuar neve kur je agjërushëm, edhe dikush kapot me ty me thonë, unë jam agjërushëm. S'po du mu kap. S'po du mu fjalos me ty. Largoje, sheja udhën. Shoqëro me njerëz të mirë, me njerëz të cilët kanë sjellje të mirë. Dhe shpesh ndodh që dikush më thon vallai, s'po mënesh vallai mos sjell mirë, ai po ta merr për likshi. Ai po ta merr për dobësi, po largo bitin vallai. S'ke nevojë me nejt me to. Rri me tjerë. Cilët sjellen mirë me ty, edhe të cilët meritojnë mos sjell mirë me ta. Për ata, kjo është porosia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çka na ka dhënë neve, e nëse dojna na me konë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, në xhenet do të më përmirësoj sjelljen. Do të flasim inshallah në hutbën e dytë për një sjellje të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Elusin Allahu azza wa jalla na fal wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ba'd. Në Medinë vllazni ka jetu një munafik hipokrit i cili e ka pranuar Islamin sa për sy fatësi. Mirë po, gjithmonë ka shpirë për besimtarët, edhe ka bart fjalë me njëri tjetrit që me shti urrëtie ndaj muslimanëve. So që luftën e Uhudit ka thonë që ki ajet ka zbrit për me tregu se çka ka thonë Abdullah ibn Seluli. Ka pas emrin Abdullah ibn Seluli. Ka thonë "Law ata'una ma qutilu ha huna." Sikur na kishin ngu neve, ka thonë Abdullah ibn Seluli, nuk kishin më vrarë në luftën e Uhudit. Përdosh me nejt, mos me shku me luftu. A në ajet tjetër, në luftën tjetër, ka thonë Abdullah ibn Seluli, edhe munafikat tjerë, thot kanë me pa Medinas, banorët e Medinës, e ka pas për qëllim pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se kush kanë ka me nxjerr pi Medinës. Kësi fjalë, sot që edhe ka shpirë për Aisha radhiyallahu anha. E kështu me radhë. Momenti kur ka vdek, është quajtur koka e munafika, koka e hipokritëve në Medinë. Kur ka vdek ka ardhur djali i tij tek pejgamberi alayhis salam. Edhe i ka thonë, oj dërgumi i Allahut, apo më jep gjybën me mbështjell babën tem edhe apja fal namazin. Edhe i ka ardhur keq pejgamberi alayhis salam, mos sjell keq me ta, edhe pse e ka ditë që është munafik. Edhe pse e ka ditë që baba i tij është munafik. Po kjo është musliman i mirë. Omer radhiyallahu anhu ka shkuar te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka thonë, oj dërgumi i Allahut, edhe këtina pja fol xhenazën. E dina që jo munafik, e dina çka ka bu, e dina çka ka shpif për nanën e besimtarëve. Edhe pja fol xhenazën. E i thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam,
Omerit radhiyallahu anhu, Allahu azza wa jall më ka lënë me zgjell. Ka thonë, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kërko falje për ta, apo mos kërko falje për ta. Edhe nëse 70 herë kërkon falje për ta, Allahu nuk ja fal atë. Do më thonë, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu më ka lënë me zgjell, apo dën edhe me kërku falje, edhe mos me kërku falje, edhe 70 herë me kërku falje, nëse ja falje. Ka thonë Allahu azza munafikave. Ka thonë Omeri radhiyallahu anhu, vallahi, sikur të di që me bo dua për ta, me kërku falje për ta te Allahu azza jall, ma shumë se 70 herë, Allahu ja fal, kisha me kërku falje. E përkan, për munafikun më të madhe, që ka shpi për gruën e pejgamberit alayhis salam. Kjo është sjellja e mirë. Derisa Omer Allah prap ka thonë, i drumi Allahut, leje gjutina se munafik. E pastaj ka zbrit, pas që ka folë Omer Allah nuk, ka zbrit ajeti Kuranit, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Edhe mos se afal namazin munafikave, hipokritave, cilët e kam shef mohimin ndaj Allahut azza në zemrat e tyre, e kam paraqit Islam. E pastaj ja ka ndalu Allahu azza pejgamberin sallam mi afal munafikave xhenazën. Po këshire pejgamberin sallam se çu sjell me edhe me pabesimtar. Pejgamberi sallam kur e ka shliru Mekën pe shirkut, që i ka thonë aty në cilët, kur ka falë namaz, kanë marë ploncin e cëftinës edhe e kanë unë në shpinë. Aty në cilët e kanë dëbu për shpizë të vetë. Ka thonë, shkani këtë jeni të lirë, këtëve ju kon falë. Këtëve ju kon falë. Kjo është vllazni sjellje e mirë. Na shpesh herë, shokët, vllaut, familjarit pritojnë mia falë. Jo besh falë, jo besh se ja falën atina. Pejgamberi sallam mushrika jo ka falë. Këtë që më keni bo, këtë e keni të falë. Kjo është sjellja e pejgamberit alayhis salam. Kjo është sjellja që muslimani do të me pasë si lloj sjellje. Kjo është sjellja që e ka përhap musliman islamin me këtë sjellje. Jo me shpatë. Me këtë sjellje e kanë përhap islamin. E kanë përhap islamin tregtarët, kur e kanë pa të tjerë se muslimanët janë drejt në tregti. E nuk janë dallaverxhi. Pse ikun tjerë tash për islamit? Po shkak se na shohin neve muslimanëve që dallaverxhit më të mëdhej. Ja lëshojnë njëri tjetrit. Mendës presin me mashtru njëri tjetrit. Edhe kena përmend disa herë ngjarjen e Ebu Hanifës, kur ka shkuar një plak e se ka ditë çmimin e mëndafshit. Edhe ka thonë peshes, si me thonë peshes për 2 euro. Unë jo, ke bën më shumë kjo. Ka thonë çysh bën më shumë? Ka qenë Ebu Hanifja tregtar. Ka thonë kush po jep më shumë për çto? Tesh, mëndafsh. Njëri u ka thonë unë i dho 2 dirhem, tjetri 4 dirhem, tjetri 1 dinar. Edhe u rrit çmimi. Ka thonë që merre kush ka thonë më shumë, ami pare që o lukë se çka që i ka hapi lejet. E ka shit 3-4 fish më shumë. Sot në mendis presim me në orë dikur që s'merë vesh, në kjera në laptop, në telefon, Allah s'di ma ka pru djoli që të pijashti, a mi zban, kjo Allah zban për ty. A i thonë 4 meq, pro max 5 meq, 6 meq, që jënë dalë, si jam këtë bas për ty, që të adhoj një të mirë, edhe i ko shkryrjat më të moja, edhe eshe mirë, e jashet në një 100 euro, ja merë këtë tjetër e ndrysh, mendis presim e buksit dallavet. Kjo nuk është si e muslimonin vllazni. Pejgamberi sallam kur ka shku edhe e ka pa një njeri duke shit drithën apo gruan, e ka pa që është e lagt, ka thonë pse e ki lag, apo me peshu ma shumë, ka thonë jo, ka pik diçka në të. Ka thonë ani leje përpara, leje na që me pa që është e lagt, mos është i përfundi. E kur të shten masaj atë të lagtën në vogë, pe 1 kila bën 2 kila gjys apo 2 kila. Për ata vllazni, sjellja e mirë nuk është vetëm i buzëqesh dikujt. Sjellja e mirë është edhe mos me mashtru dikone, mos me humbur hakun dikujt pa drejtësisht. Sjellja e mirë është mos me bë zullum tjetrit, mos me bë pa drejtësi, kjo është sjellja e mirë vllazni. Nuk ka sjellja e mirë vetëm i buzëqesh dikujt. Mi përshëndet dikone mas shpinës, mi bë kurthe. Sjellja e mirë është mu largue mos me bë zullum pa drejtësi, vëllai musliman, edhe aty në të cilët nuk janë musliman, ashtu siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam.
Lusim Allahun azza që na bashkojë me pejgamberin sallam në xhenetin e tina, e të na falë mëkatet tona, gabimet tona që i bëjmë. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum.